Pa kush do ta mendonte se Ilir Meta do të përfundonte pas hekurave të qelisë, duke humbur shumë nga ajo që ndërtoi prej vitesh. Dhe si për ironi të fatit, ish bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi, vijon jetën e saj jashtë politikës, por tashmë e zhytur drejt një aventure të re. Me një look të ndryshuar dhe veshje firmato, Monikën e shohim 2 herë në javë në televizion, në rolin e opinionistes. E ndërkohë që Monika vijon jetën e saj, Meta brenda qelisë duket se i ka punët keq, jo vetëm për faktin se është izoluar, por ka mbetur edhe pa kokët leku, sepse çdo pronë që ka patur çifti është regjistruar në emër të ish bashkëshortës së tij, Monika Kryemadhi. Këto detaje dolën në dritë krejt rastësisht. Ilir Meta ka kërkuar përsëri lirin nga burgu dhe për këtë gjykata i ka kërkuar një garanci pasurore. Por me sa duket, Meta është në pikë të hallit, sepse nuk mund të mbuloj garancin pasurore, sepse shtëpit i ka në emër të Monikës dhe në bank nuk ka lek në llogarinë e tij. Në këto kushte, ka dalë një person për ta ndihmuar me lek, dhe jo vetëm kaq, ai do të jap edhe pronat e tij si garanci. Është pikërisht avokati i ish presidentit, Kujtim Cakrani, që është shprehur se Meta nuk ka asnjë pasuri në emër të tij dhe në këto kushte ai do të përdor pronat e tij për t'i lënë si garanci pasurore për Metën. Kjo deklarat ka çuditur jo pak vetë, pasi në publik ishte krijuar ideja se Ilir Meta është një nga politikanët më të pasur në vend.